sot na ka nderuar në prezencën e tij i madhi Velit Sahiti. Faleminderit shumë për që e pranuat ftesën tonë dhe për pjesëmarrjen tuaj. Mirëmëngjes. Falenderoj unë nga zemra, drejtorës si një ashtu. Profesoreshës. Profesoresha. Pak folëm pak më herët se ka të kryme dhe Akademinë e Muzikës, kështu që falenderojmë përzemërsisht për një hapësirë të cilën do të na jepni. Edhe mund të them se në televizionin Artsat kemi qenë dikur drejtorov 2008 kemi qenë këtu në të njëjtën studio. Kur kam udhëhequr një emision të mëngjesit po ashtu, kemi qenë këtu, po ishim të ulur, tash jemi pak më larg. Jo, manat se kemi shku pak manat. Ka gati 16 vite që kanë kaluar. 18 vite. 18 vite. Dhe kështu që kam nderin që jam sot në sofrën e juaj. Është kënaqësia mbi të gjitha jona, e spektatorëve tonë të gjithëve. Unë edhe mendoj që ja vlen që 40 vitet mia që kam punu në Arsim, është një ditë pak më e veçantë edhe dita e fëmijëve, do të kisha t'ja uroja të gjithëve fëmijëve këtë ditë të kenë para se gjitha shëndetin dhe gjitha të mirat e botës. Do të flasim mbi të gjitha, do të flasim edhe për të kaluarën tuaj, edhe për përkushtimin që e keni bërë, jo vetëm muzikës, por edhe arsimit që keni dhënë jashtëzakonisht shumë, gati 40 vite kontribut në arsim. Shumë gjenerata që kemi përcjellë. Sigurisht, që keni dhënë një, domethënë nga vetja, keni edukuar breza të shumt, filiza të rinj, të cilët kanë dalë, dhe sot mund të themi që janë bërë edhe konkurrent tuaj, por mbi të gjitha mund të themi që e keni bërë me një vullnet dhe dëshirë shumë të madhe. Unë do doja që të ndalesha të kujtojmë, të rikthehemi në atë të dikurshmen. Kur e dëgjon emrin sot Trix, cili është ai imazhi i parë që të vjen ndërmendje? Është interesant, drejtoro, se me të vërtetë janë bën gjysmë shekulli, po them ajo që jemi në skenë. Do shta pak vitet e fundit nuk jam bash në atë energjien se qysh kemi qenë ajo është arsyeshme, por rrallë për mallë që ndoshta paraqitëm në skenë. Ndërsa mbetet ajo nostalgjia aty në viteve 73-74 kur për herë të parë ajo paraqitja ime e atij festivalit të parë në Kosovë që mbante në atë kohë në vitin dikon 74 ku prezentu për herë të parë. Ku për herë të parë pash dritën e kuqe dhe më thënë të profesore Reshat Rando Brava, mund të fillosh këngën veç kur të rrezit e kuqa, po, profesor, s'ka problem. Nga njerë unë u abisha nga ajo që të i këshyrë të instrumentistët, a je akordum, a je mirë, a jemi gati, krejtë gjitha, sa ty u duke 3-4 dhe në fund të kryet kënga. Po që se gabo, u duke të fillot përsëri. Kështu që ishte momenti i parë ajo. Por, një që dua ta ndërlidhi me këte, prapë se prapë po mbetet letër njoftim i një këngë e asoj kohë. Sa herë që shkoj në evidentet e mia ose paraqitjen time, është e pamundër zëshkania ime që mos të interpretohet, ndoshta 4 apo 5 herë. Nuk di edhe vetë se si mbeti kjo këngë, ndoshta çka kemi mujtë me dhona në atë kohën si student i vitit të parë të akademisë, edhe s'kemi pas qa shumë edhe pregaditje drejtëror nga aspekti kështu bashkë edhe muzikor profesional. Por ja pra, janë kompozu mos edhe 156 këngë tjera, kurse si të vinte ajo zeshkonja, ajo Mona Lisa e Leonardo da Vinci të them, e mbetet edhe sot e pak jartë. Kështu që Sot ka mbetur edhe si parull tek gjithë qytetarët kur shikojmë një zeshkane, pa vedie apo me vedie po e këndojmë këngën. Po është bërë si refreni përditshëm, gjithandaj. Ndoshta zeshkanet nuk kanë konkurrencë, ndoshta edhe kjo. Sepse për bjondet ka shumë Barceleta, por kur jemi tek zeshkanet mbetet kënga. O, drejtoro, ka qenë edhe kjo një problem tjetër, se unë jo problem, por një çështje e cila ishte ajo dashuria ime, si me thonë, të gruja bashkëshortja, ajo bjonde e ku ti këndon ti, ku ti këndon ti zeshkanët, cilë zeshkanët. Hajtë bërë grua se letë, sot bërë, do gjyë, edhe të bojnë Mona Lisa, s'ka kosa problemi. Dhe është këngë e dedikuar për ty. Janë disa gjana këto që më të vërtet, por drejtëro mbesin këto këngë të cilat edhe sot me një son, shpeshere unë e kam edhe pyetje, pse Zotri Veli nuk i janë azhon këto këngë pak në atë frymën ma të re me një modernizim. Jo, këto e bojnë me vedije për pos qësoj këngët të cilën e dëgjum pak ma parë, hijet e dashurin. Do të diskutojme edhe për këtë? Do të diskutojme për te, por ta përfundoj edhe me këtë se me të vërtet
nuk i preke ato ka. Nuk dua t'ja hupi sondin, drejtoro, të le qëndrojnë betet ajo e ashtu. viteve 70-a, le t'inglon ashtu. Po qësone, ka të tjerët në Që i përpunojnë, po. a bon ta përpunojnë. Okej, përpunoj, s'ka kur fat problemi. Këndon edhe ma mirë se une, oqë, shpesh e rritë thëmë te. Duhet ta interpreton edhe ma mirë se unë. A kurse se veli jo. Ti dëshiron që të mbetet ajo origjinale, Le të mbetet ajo. Vetëm kur jemi tek edhe profesioni që ka ushtruar për 40 vite më shumë, domethënë të mësimdhënësit, pikërisht në degën e artit, në ato që do të më bëj më mire dhe që keni lindur, sepse e bukurës është kur e punojmë punën që jemi të lindur për ta bë. Balancimi si ka qenë në të vonshme, duke performuar në shumë festivale të ndryshme në natë të ndryshme dhe pastaj mësimdhënia. Çka qenë ajo periudhë? Po, gjithë kjo. Këto janë ato dy rolet e mia të cilat i kam udhëhequr gjatë asaj periudhe kohore 40 vjeçare, ku jam detyruar. Ndoshta këto që i mbaj këto. Por është puna dhe garderobës, dihet se ajo çka kam dalë në koncert, kur nuk kam mujtë të prezentohem para fëmijët në Zanzibar. Jam detyru drejtoro, ato dy rolet e mia ti ndash, ti ndaj këtu. Arsimi e ka pas etikën e vet. Kam xhiru ose kam dhënë koncertin, kam shku në shtëpi, kam hek farmnerkat, kam hek këto zinxhir apo çka janë këto gjitha, jam vesh me kostume, kam marr ditarin dhe kam dalë para Zanzibar. Kështu kanë qenë ato 40 vitet e mia. Arsimi, mësues para Zanzibar. Ndërsa prezentimi tjetër, si mërë kjo, qëre televizion, qëre, ose për shembull e shiqojmë në koncertet, e ka ati imazhin e vetë. Por e kuptun këto dikur mas një 10 viteve, e pon ato që unë e ndaj ato, sepse ditari është mrekullia më e madhe në di se çka them. Përgjithësia. Një përgjithësi qatë shumë e madhe që ka qenë ndaj nxënësit. Edhe mos flasun për parametrat e cilat kanë ekzistuar në atë kohë ndaj fëmijës, t'jesh i pregaditur. Edhe plus asaj, kuadri ka qenë drejtoro me aspektin muzikor, kemi pas shumë pak mësues të muzikës, sepse nuk di, edhe ju e keni përjetuar atë kohë, me siguri ka ardhur lëndja e edukatës muzikës, pra kulturës muzikore, merrni një top edhe luni. Fëmijëse mësuesi apo mësuesja nuk e ka marrë muzikën atë shumë. Kur ne dulëm një gjenerat drejtoro, që fillun t'ja mësojmë një notë plot, një taktim, një surmizacion, një harmoni, tjetër se në filloj aty që ka dalë tash se me këte ndua ta përmbylli, po mendoj këtë pyetje, tash a din që muzika nga njerë është më e vështirë se matematika. E kuptuna ata me të vërtet, mësuesi Velina e ka bo më të vështirë se matematikën, se ashtu mbeti se muzika don punë. Don punë, ka punë. Don punë, don sinqeritet mbi të gjitha për të patur edhe sukses. Zoti Veli, unë do doja t'ju pyesja, pak t'ju ngacmoj pak në emocion. Po që se ktheheshim për para 50 viteve, kur filloi, a do të mendoni se këngët tuaja do të ekzistonin kaq gjatë? I ke menduar ndonjëherë? As para mendim, as kur se kam menduar atë që në moshën 70 vjeçare, Veli e merr mikrofonin dhe do të del të interpretojë. Kur nuk e ka. Që jam i sinqert, që jam aty në atë mirë, ndoshta jo me një modesti tepër të prume, por ajo faktike është. Jo më ai që kurse ka menduar që në moshë 70 vjeçare më pret dhe të jem në skenë. Unë e thash në përmbajtjen time, ende i kam edhe shok, një dy shok na kanë shku pra ai basisti dhe një solo gitarist. Dhe kam mbetur për pos një dy shok të tjerë që kemi qenë në grupë dhe gjithmonë që më kanë ndihmuar i Daver Xhamali nga grupi Telex, si themeluesi atij grupi, i cili më kanë ndihmuar shumë, sidomos me incizimet e mia, me përmbajtjen e tyre në studiove, kur visha në Shkup, se unë nuk i disha atë studiot. Hajde Veli se ta kam gjetë një studio, këtu do të muj me realizu program. Gjithmonë i gatshëm zoti Ida. Ida ka qenë i gatshëm gjithmonë për gjëra të mrekullueshme. Për pos një mik i imi i shtëpisë, i shpirtit, i zemrës, por mujt të them edhe ai ka qenë një ndëraj që mua më ka mbajtur sa herë gjallë, domethënë, sidomos gjatë viteve 90, mos të flas për atë periudhë kohore ku ne
u detyruam të lëshojmë institucionet kuptohet tona dhe fillum çdo sen në mënyrën private të punohet. Një punë shumë e vështirë, ishte një periudhë shumë e vështirë Shumë që kaluar në shumica e mësimdhënësve. Aty ka qenë mas vështirë dritëro me gjithë veten. E kështu që unë e vetëm alternativë ka qenë ajo rruga apo rrugëtimi im në Shkup. Që gjitha materialet marrësha shkrusha ashtu në atë mënyrën me partitur, visha këtu e gjosha një ekip dhe sa për ta incizu albumin. Dhe kështu u krijua edhe kënga Hijet, dikur përpara në vitin 1980, u krijua kënga Hijet, të cilën shikuesit ta ndoqën pak më parë dhe u rikthye sërish për të cilën do të na diskutojmë, do të flasim shfletoj pak se për një gjenerat të ri, ripërpunua, domethënë jo ripërpunua, është po e njëjta, por sigurisht që ka qenë teknologjia më e zbet. Më kujtohet kur atëherë ne prezantuam me një festival akordi dimror apo zimski akordi që u mbante në Bosna Hercegovinë. Në do boj, më thënë, isha skeptik që të marrë pjesë në atë festival, sepse ne faktikisht në këndojshëm Shqip, dhe me gjithate u paraqitum. Në pranun nga gjitha republikat, ishë republikat e Jugoslavis, atëhershme, nga një grupë, për formoj ka aty. Ishë një 6-7 grupe. Por, është një veçante e asaj kohë, e mora Hijet. Unë tash e kam shkurtu vetëm Hijet, se ka qenë Hijet e dashurisë. Vetëm Hijet e kom lënë ashtu. Prap dashuria. Dhe e hije ka pak dashurien, dhe kështu që prezentuam në atë festival. Ka qenë shumë interesant, kur për herë të parë një rock band në atë kohë të prezentohet në Soazat Jugoslave. Shiqoni, na nuk e kemi pasat përvoj, do të jemi sinqerë. Të dalme me një zërim, me një ndryqim, me një salë, me një kutadion, me një publik, ajo veç ishte andër rejoni, ose ajo bënte në këto republika tjera, por të ne në Kosovë se kemi pasa për mundësi. Për mira ma shkurt, një profesoresh e juris aty, tha shumë më pëlqen kjo këngë. Tha këndon në gjuhën Shqipe, po. Tha tu kisha lutë për ta, a mund të ma spjegosh ose një varë. Jo, atash na e prezumojmë Kosovën, a unë këndojmë një Shqip. Jo, tha, në regull, po, tha, vetëm tematikën. Thash, pi të regojnë për tematik, thash që kjo është ajo tematika e këngës, është dashuri, dhe asë gjo tjetër sen, këtu s'ka të bëndi qka tjetër. Okej. Tha, unë e muj me të thonë, veç më tani, nesër mbroma e keni finale, dhe shiqojnë kush për mërë vendin e parë, 2-3. Dhe muj me thonë që ju jeni në finale, por nuk pe di se cili vend do tjetë. Edhe unë pjo thonë këtë në shokëve të me dritëro, u duke me fjetë aty me një hotel, ato koshtit e ishin, ja, zakonisht të mira, të nesërmit, ekzekutum, performum, por ishte ajo tjetra që mas i performum erdha i profesoresha. Ej, sa hitit më bërë. E din tha që i ke zonë një vend. Dhe unë për këshyri tash, po jo, bre, tash mirë falimderi, tash, por tash na deshtu në t'i marrë mi valigjet edhe po shkojmë në hotel se du të thonim për Beograd, për Beogradit të thonim për Kosovë. Jo, kurse si, a do të me prit këtu se një vend e keni zonë, po s'është e drejta ime t'ju të regoj. T'ju të regoj se cilin. Hajde, thash, nejse, po nërmi një dritëro, edhe po këshyrim në këtë grupi, dhe pe prezenton vendi i tretë. Zdi një grup ishte nga Vojvodina, një grup nga Bosnia aty, Slovenia. Besa vendi i parë, i treti ka qenë 2 grupe, i dyti ka qenë 2 grupe, vetë vendi i parë një grup. Kur i tha vendi i tretë, uftofëm krejt, më tash, jo, kam mendu për ka vendi i tretë, tash, hajde be tash pe marrë me lebe, se veç në ashta veç ka thonë me potalën. Edhe, kjo ka qenë të na. Vendi i dytë, me thonë drejtën, asë javnova veshin. Unë veç u pregadit që aty tash të shkojnë në hotel. Se dinim rrethanat e kohës ishtë sistemi Jugoslavë, ishte shumë e vështirë. T'ju të regoja ato, sinqerisht, e ka marrë valizën edhe pe marrë gitarën ka dalë, thash atë po nismi. Vendi parë, po vërtet ajo e dhante adhi në atë mënyrën, ku është grupi Trix? Ku është grupi Trix? Ata e kanë zonë vendin e parë, i këshim pregadit me okarit, me këto të gjitha, veç që më nalë edhe po shqisoj u shtonga. Më thonë drejtët, a është e mundur ne të plasomi, se ishte festival me renome. Me renome në atë kohë aty marëshin pjesë kantorët nga gjithë
gjithë ish Jugoslavia të Republika. Edhe kështu që ajo kong, nëse aty është ceremonia, unë donë ato të gjitha, dhe u shpërblim si rock band i parë nga Kosova, unë të them. Po ajo kong mbeti peng. Disi kur erdha në Kosovë, e inqizun, teknologji shumë e dobët, dhe nuk mujtëm ajo që ka qenë atje, kjo këtu as përsa ofërmi, por mbeti me një mënyrë. Dhe kështu që vendose si vjetë. Si vjetë, bisedova me djalin, thash, qëre bab, thash, une kam një mosh, do të kishte me metën peng që kjo kong, se me këtë këngë, kemi mrijat popularitetin më të madhë. Edhe në atë kohë, kur u këty në Kosovë, si një band, ko profesionist, për me zonë një vend parë në ato vite. Hani beba, hajde tha se për të një moj edhe une. Ju nuk se konge dhe kështu që ka dorë me një song, sa duke do përsa ofërmi, ajo qka është ekzekutu në Bosnë në atë kohë. Dhe kështu që vetëm për një generatë të tretë, e pa ta ban këtë kongë, edhe pse, edhe diso kongë tjera, të cilat zoti shfletoj se do të vijë edhe najdi tjetër. Do të kemi mundësi që të zbulojmë pak më shumë. Sigurisht do të jemi bashkë me një show, besoj që do ta përgatismi ato. Po kur jemi... Ua kemi detyrim, ua kemi. Të gjithë kaluarën dhe të sotme që po në ndryqon. Unë do doja shumë që pas të jemi të emocioni, unë dhe dritroj kështu me Muanica, të këndojmë një këngë, sepse edhe pi afrojmë, mirë po kemi edhe pakës ko. Të këndojmë të shkëputim, Unë të doja të jap edhe një informacion që në kohën e sistemet ishtë Jugoslavis, koncertet më të mëdhaja që bëheshin në ishtë Jugoslavin dhe debutonin shumë këngëtar, shumë grupe, por grupi Trix kanë qenë gjithmonë të dytët për para se dalin ata të parët, të cilët i kam përshëndetur. Dhe kjo ka qenë një arritje jashtëzakonisht shumë e madhe, që shumica edhe e mysafirëve që kanë qenë për koncertet të mëdha, i kanë ditur edhe këngët shqip. Mirë keq, po i kanë kënduar. Sepse kanë qenë shumë afër publikut. E vërtet. U tretë mëndrat, u fik dashuria, do vija jo që se prita, dhe ta shuditëm dhe mendoj, se në të vërtet të dashuroj. U tretë mëndra, u fik dashuria, do vija jo që se prita, dhe ta shuditëm dhe mendoj, se me të vërtet të dashuroj, se me të vërtet të dashuroj. Sikur të këthenim tonë prapa, që të rikujtonim, të këndonim, por unë ju falenderoj shumë përzemërsisht që vazhdoni të frymoni me energjin, po të njëjtë të dikushme. Unë po më duket që vitet janë thjesht vetëm numër. Thjesht vetëm numër. Ndjesia është mbi të gjitha. Ndjesia e brendshme, ku akoma po mundohemi që të reflektojmë çon si ka, se ka ndodhur para 50 viteve, po vazhdojmë po e rikthejmë. Jo mirë drejtorosh soi përket atë kësaj sfere, jo mundu të harruaj atë në kështu zonën pak sot apo se do të më pas kujdes, sidomos si këngëtar, kum pas ato rol. Unë e kam thënë edhe një fjalë pak më herët shumë, po që se filloj të kollitëm në këngë, atëre. Le si kush si thonë edhe përshëndeto me këngën, sepse dera aty e ke pas. Po kështu që njerë ende jo mirë, po kujdesesh, po vazhdojnë. Kujdesëm shumë kujdesëm. Anti-duhan gjinj. Jo. As pi e kështu, shpesher neve na i mushin tavolinat, thonë, qabre me haqën veri veç uj, lyp, edhe as gjatë tjetër sen. Jo. Formula ime. Kjo është për muhe që ka 50 vite që jam në skenë, përdori ujë. Masa ne që muj me quna një gotë, nuk aprish punë. Po para skenës kur se si. Kur hiq nuk e kam s'ka patur nevoj për disportim. Jo, e kam pas në shpirt. Ate s'kam pas nevoj të... Me që jemi po, Valbona, të lutem. Unë të bëj një krahasim, tash nëse mundem me bëj një krahasim me muzikën e Mirfield, do ta quaja rock zhandrin pikërisht, mirë po si qëndron... Po, këton rock, unë kështu të kom gjetë një nocion. Pikërisht sot, si është një skenën e rockut në kombin tonë, po flas për shqiptarët? Kjo në muj me thonë edhe globalisht, se rocku e din nga sintetika e eksperimenteve të cilat po bëhen tash mes instrumenteve.
Domethënë ka humb atë cilësi, nuk është ai sondi i rock'n'rollit viteve 60-70. Fatkeqësisht, Kështu na që mungon shumë. fatkeqësisht po. I shohim edhe grupet me renome botërore, se edhe ata nuk janë aktiv më. Të rralla mund me qenë ai grup që ndoshta performon një album, që e përgatit një album. Të është një mod ka kalu një këngë, videoklip. Domethënë, kjo e ka prishat edhe seriozitetin e vetë muzikës edhe vetë rock'n'rollit e gjithave. E mos flas se sot po ke mundësi edhe nëpërmes vynë solo kitara, vynë ajo tjetra, nëpërmes kompjuterit ose nëpërmes sintit, ti përdorin ato. Nuk na duan muzicianë. Nuk është ajo klasika. Nuk është emocione. E kështu që globalisht dua ta them ato që ka humb ajo, por megjithatë detyrimi ynë është ajo që te unë të këndoj, të frymoj shqip dhe vetëm shqip, ato ta. Kemi muzika, videoklipe me miliarda shikueshmërie, do me thonë që numrojmë numrat, klikimet e kështu, mi po janë këngat ndoshta që nuk i mbajnë rekordet këngat e juaja, mirë po nuk ka një person i moshave të ndryshme që nuk i din këngat e. Ajo është e bukura. Unë kur një temë si kumë këngët e mia për klikime, jo, ato po dua të them që janë këngë që nuk vdesin po. asnjëherë, mirë po sot po luftojmë për diçka komplet tjetër që nuk ja vlen as pak. Të luftojnë, ne kemi ata të cilët burojnë nga shpirti, të cilët vazhdojnë, që ti të shqegojmë dhe kjo është mbi të gjitha. Na i falën muzikën. Madhështia e artistëve, unë mendoj që është përderisa e përcjellë. E keni vrejt, një këngë ipët sot për shembull kryet në 2 javë, 3 javë, humbët, pak gjurë, pak gjurë. E sot ty bënd mbet një këngë kur mi lypin mu në mbrame, që javën e kalume isha në Prishtinë me një klap, edhe u që di që një gjenerat e tretë, ju e dyta, e treta një gjenerat e re, këtë 18 vjetë, 20, ma betë ke, a gjaveli, hajtë be zë shkone, hajtë bjondinën, të mbulluth treja, më donë nërësi. Unë ala, shqyqoj, shqyqoj, po bre, a gjithë s'ka problem, do t'i interpretoj edhe këto. Ja, këto, se në ekzekutëshëm t'i shka dhe këto albumeve, pak 17-18 album, ma treja, por jo, ato të vjetra. Edhe pse ka ndodhe... Ato që 50 vjetë agji që kanë betë, ato i kërkojnë. Edhe pse ka evolu muzika në shumë sferat të ndryshme, apet për du ta theksoj që legjendat e muzikës dhe legjendat ju që i keni kriju dhe që na i keni falë këtë art, unë mendoj që ka ende njerëzit që e vlerësojnë shumë edhe me të vërtetë e kërkojnë. Na mbajnë ata, po na mbajnë ata. Po, si qëndrojnë këto eventet e ndryshme, si qëndrojnë interesimi tash me performu, keni qaf ma shumë në për ambjente pak më të mbyllura, festivalet, ajo në opcion, ku mundim me unë djekë ma shpesh? Dhe këto dua ta me një fjali kështu, vjeti shumë në koncertet, solo koncert, Veli Saidi Trix. Dhe me thonë, kam qenë në Gjermani, kam bajtë 6 koncerte. Dhe me thonë, ju kam këthy koncerteve. Kam pas rastet të tila dritëro që ka marrë baba, qikën, vajzën, dhe me thonë, e ka marrë dhe djalin, hajde ta shqiqojmë një koncert. Sepse ju mësu vish në për diskoteka me kësi loj zhonër, pa morë parasysh, s'po ju aty. Edhe se vjen idoli, a vjen a i Veli Saidi, të këtë qëtu nga ka arbe si u duke me shku pej Frankfurtit në Berlin, babi gjom nga kasetën e Veliut, edhe si është i kënë kërë mo veç Veli Saidi, deshte, ti e kënë dëgju. Deri në Berlin u duke veç Veli Saidi, këtë përmesht i dim kongë, a gjaveli. Por, diçka do të thojmë, hebre o gjithë, hajtë të regonë, a ju ka përqy koncerti? Fantazi. Na i keni shumë madhe si kur Rolling Stones-at, që ndoshta ajo në mënyrë nuk kishte pas fajt babaj, që na i ka dhonë këtë mënyrë, të ndëgjot një muzike mirë fill, të ndëgjot rock'n'roll, ta më një pastor, ashtu sa ne kemi di dhe qësh kemi mujtë në atë kohë. Zëtveli, unë do doja të pyesja, se në të ardhmen do të shkruhet në përgjithësi historia e muzikës shqiptare. Çka po lëm pas? Dikush do të shkruan. Si do donit ju që të kujtoheshit? Kur do shkruhet historia? Sepse brezat e rinë do të mësojnë sigurisht. Po nëse, shqeqo, dritëro, nëse mirët një portretizim... është një pyetje pak sa... Jo, pak, po, pe kuptoj, një portretizim, ndoshta, prap se prap, letë në betët si pas mendimit juaj, se si do të kishi ta jep një siluet ose një pikturim të një grupe ose një veli.
prapë se prapë me botën e juaj. Nuk do të kishte me qenë ajo e imja, jo kështu, jo. Ka të llojshme mënyrash, por prapë se prapë artisti le të mbetet artist, ai çysh e din dhe çysh e imagjinon. Po, ju keni qenë vula, ndërsa le të qëndrojnë fjalët tek ata që e vlerësojnë me të vërtetë, sepse me të vërtetë keni krijuar një krimtari edhe që po krijojmë breza të ri dhe që po informojnë me muzikën e mirëfillt shqiptare, mirë po mbi të gjitha me të vërtetë ne jemi shumë krenar që e keni përmbush krimtarinë e popullit tonë. Jemi mundu të mbajmë atë me atë mënyrën tonë. Unë thash edhe ma herët se nuk i kemi bo këngë për biznis, kemi bo këngë që kanë rrjedh, kanë boru nga damart e shpirtit tonë. Pra, dhe kështu që mos të flasë për tekstet, drejtëro që teksti ka qenë para se gjithashtë të une një qëndisi aty në mënyrë figurative të tingujve muzikor. Dhe më thonë, tekstit qatë shumë jemi konë shumë përkushtum tekste, jo tekste banali, jo kotadione, por teksti ta ketë porosin, ta ketë edukatën, ta ketë kulturë, ta ketë të gjitha. Nuk të dalë nga goja jote dhe i fjalë absolutisht. E shoshitur, e menduar dhe e analizuar mirë. Vetëm për fund e kam edhe një pyetje. Në fund jemi, do të thënë shumë shkurt, se pasi që edhe sot e kremtojmë edhe ditën e fëmijëve, të rikthehemi pak në fëmijërinë tonë dhe sot ta nxjerrim pak fëmijën që e kemi brenda. Nëse kishit mujt mi dhanë vetës një këshill në moshën më të re, po e zëm 20 vjeqare le të jetë, se edhe 20 vjeqarët janë pak fëmi. Çfarë do e këshilloje Veliun e vogël? Të kënë besimin në vetë vete para se gjithmonë. Ti mbane e besimin, nëse mos nisën gjithmonë nga ajo që për shembull nëse i hyni krimtari ose në sport apo në artet e ndryshme, mos ta merr atë që unë do të më rri. Hase që kjo qenë ka ajo që mujtë të po farizonë. Mos ti marrin në atë mënyrë. Ajo është një mënyrë ma mërmendja e gabume. Në ta merë çdo sen shpirtërore. Kur unë për veti, shpesh e rëtham atë, kur unë për veti e ndëgjoj një këngë e kom kompozu, dhe më do këtë që jo mirë sen, po qysh do të ndëgjon ai adhurusi, ose qysh do të ndëgjon audienca, për shembull këngën kur ti s'pe pranon. E kështu që do të kishte një këshill, do të kishte me qenë ajo, para se gjithashtë që veç besimin në vetë vete. Besimin në vetë vete dhe veç marshon ma të hapa. Falenderoj shumë për pjesëmarrjen tuaj, faleminderit do të thoja publikisht që ju vazhdoni të dëshmoni se muzika e mirë, asnjëherë nuk plaket, do të vazhdon të jetoj ndër breza, por u mendoj që muzika e mirëfillt, edhe pse nuk plaket, ajo vazhdon që të fitoj më shumë vlerë me kalimin e kohës. Ju përgëzoj shumë për kondicionin, për pjesëmarrjen tuaj dhe uroj që të shihemi në emisionet tjera, me që edhe kohën e kemi të kufizuar. Rofshe, qofshe, u shokulofshe. Që po vazhdoni të krijoni për ne. Ju falenderom në emrin tim, në emrin e antarëve të ansamblit grupit Trix. Shumë faleminderit, jetë të gjatë, të lumtur dhe buzëqeshje pafund, edhe kondicionet dhe këtë energjinë që e keni të mundohemi që ta përcjellim.